në publik apo ka pasur raste gjatë gjithë këtij rrugtimi që mund të kesh qenë edhe e keq kuptuar? Shiko, unë kam natyrën pak, ma thonë edhe shoqet, kur futem në një lokal, njerëzit mendojnë sa hegër është kjo, dhe në momentin që ulen me mua në tavolinë, me njerë ndryshojnë atë perceptimin që kanë patur për mua. Kështu ka qenë dhe babai im, ka patur një portret shumë të egër, por ndërkohë natyrën e ka pasur shumë çiltër. Mendoj që në fillim nuk jam kuptuar, edhe jam dhe një, ose më mirë të them, ne shqiptarët duam që t'i bien pak rrotull, mos i themi gjërat në sy, edhe kur meritojmë të marrim një gjë të vërtetë, duam ta zbukurojmë atë të vërtetën, sepse na duket sikur na dha më pak. Ndoshta nuk jam kuptuar për vetë faktin sepse shumë njerëzve nuk i pëlqen e vërteta, edhe ndonjëherë duan ta mbulojnë me rër atë të vërtetën. Unë jam një njeri që i them gjërat ashtu siç i mendoj, ashtu siç janë. Drejt për së drejti. Jam drejt për së drejti dhe mendoj që njerëzit që i duan gjërat e vërteta, që i duan njerëzit pastër si ujë, besoj që më kanë kuptuar. Ata që s'm kanë kuptuar, them ta rishojnë dhe një herë bikun se mbase. Se ti shumë i çiftë, ti ke një zemër shumë të madhe, ti një dashuri nga afër. Imagjino Klajti kërkonte supë, për shembull, në një moment kur supa kishte mbaruar. Nuk kuptoj që dole dhe strikt. Nuk e kuptoj se perceptonin ndonjëherë si antagonistë, domethënë pa lidhje, nuk e kuptoja këtë pikpamje. Po ata që më thonin antagoniste nuk e dinin as kuptimin e fjalës, kështu që unë nuk i ktheja dot përgjigje. Ka ndonjë gjë që do e kishe bërë ndryshe tani që mbaroi që me qet që me Ja, modelin e flokëve ndoshta apo jo. Balluke, E post Big Brother, do ta kisha ndruar komplet. I ke pas vast shumë të bukur. Nuk e dija që ishin bërë virale vëthemi. Janë bërë virale zemra. Domethënë personifikonin ajo pjesë të personifikonin. Ne mendonin se për finale do vajë, nuk e di, sahatën e Tiranës apo kisha një palë të mëdha fare, i pash unë se nuk i vendosa, po ta dija që ishin bërë shumë viral. Nuk e di do t'i vendosja. Megjithatë, në daljen e fundit do t'i vendos.